të deklarosh se militanti i demokrat nuk ndigjohet, nuk ka mashtrim më të madh. Të ndjekish një agjendë personale është një zgjedhje të cilën unë s'kam asnjë kundërshtim. Si i sfiduar ndiheni? Unë i sfiduar? Apo ndjek të njëjtën rrugë si mos e pyet. Urdhoni? Apo ndjek të njëjtën rrugë si ju në 2021? Mirë. Ai po ndjek një agjendë personale dhe kaq. Të vazhdoj me agjendën e tij personale. Ajo edhe një i përgëzoj antarët dhe demokratët e Durrësit, të cilët e braktisën, i përgëzoj. Aty ishin, jo, ata çfarëisht të u them unë ju. Ishin një grup të pakënaqurish sepse nuk u futën në listat për deputet dhe kishte tjerë që punuan për Partinë Socialiste, që është të vërteta, dhe kanë frikë analizën që do bëhet, se do u dalë, do t'jetë analiza. Durim, përndaj dhe është analiza. Kishte, absolutisht jo, se ngritur fare, të tilla si kënë dëgjuar asnjëherë, po janë, përndaj duhet analiza. Prandaj duhet analiza në parti, sepse ata që i kanë tradhtuar militantët, që punuan për amidurmishtet e tjerë, ata sigurisht që do japin hesap, do japin para strukturave. Ata të cilët morën udhëtime turistike gjatë fushatës.